Kur ndalon babai së luftuari? Babai ndalon së luftuari kur të ndaloj nevoja jon për të. Mirë po e vërteta është se nevoja nuk mbaron kurrë. Babai fillon së luftuari që në çastin që bëhet baba. Ai lufton ditët e ashpra që shtëpia të qëndrojë në këmbë. Ai lufton frikën e tij që ne të mos friksohemi. Ai lufton dobësitë e tij që ne ta shohim të fortë. Ta shohim duke qeshur, ndërkohë që nuk i shohim lotët e tij kur ai i fsheh ato. I dëgjojmë fjalët e tij të pakta, por nuk i dëgjojmë dialogjet e dhimbshme që ai bën me veten e tij çdo natë. Babai nuk jeton për veten e tij, por zgjedh të jetojë për ne. Ai i varros ëndrat e tij të heshtja, që të mbjell ëndra për ne. Plaket shpejt që rinia jon të duket më e bukur. Dhimbjen e mbulon me durim që të paksoj dhimbjet e rrugës tonë. Me gjithë këto, ai nuk kërkon asgjë dhe nuk pret asnjë kompensim dhe nuk kërkon t'i njihen meritat. Gjithçka që ai do është që t'i shoh fëmijët e tij në këmbë. Vetëm atëherë, ai buzëqesh dhe e lë shpatën e tij që të bjerë në tokë. Kur ndalon babai së luftuari, ndoshta kur ai të largohet nga kjo jetë.